Sa I ke pa ofertat serioze të partive politike për zgjedhjet e 7 qershorit për dialogun? Për gjithësisht, as për një çështje tjetër, nuk mund flitet që kemi oferta serioze dhe që kemi risi, përveç retorikë boshë për sëritje atyre premtimeve të mahershme në zgjedhjet e mahershme që kishim të shpeshta dhe po aq edhe për dialogun, mbase për dialogun as kanë çka ofrojnë, sepse dialogu është çështje e cila tashmë është anabioze, është e vdekur, është në një udhkryq, sepse për dialog do duhej të kishte ide, koncepte, vizion dhe ndryshim pikpamjesh, politikash, Bashkimi Evropian në sektorin e politikës së jashtme, ndërkohë që ata nuk kanë asnjë ndryshim, edhe këto institucionet e reja që janë formuar, dhe që nuk kanë asnjë avancim në kuptimin e trajtimit barabartë të palëve, sidomos bindjes gjithsesi presionin ndaj Serbisë që thjesht të dialogoj për të gjetur zgjidhje për të njohur çështjen e Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur as po ndodh, aq më tepër që Bashkimi Evropian nuk e ka trajtuar as kërkesën për antarësim të Kosovës që kaq vite në Bashkimin Evropian, kështu që nuk ka asgjë, as mund të ketë nga dialogu dhe për më tepër disa nga subjektet politike madje presin nga bashkësia ndërkombëtare duke thënë se në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare do të merrem në dialog. Nuk janë të përgatitur, as nuk kanë kuraj